Gjatë 5 muajve të parë të vitit 2026, Durrësi vjen të tërheqë numër të konsiderueshëm vizitorësh vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave të disponueshme për monumentet kryesore të qytetit, rreth 5800 vizitorë kanë frekuentuar sitet kryesore kulturore dhe historike, ku amfiteatri i Durrësit është vizituar nga afërsisht 4000 persona, ndërsa Torra Veneciane nga rreth 1800 vizitorë. Durrësi mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shqipëri, duke ofruar 4 site kryesore të vizitueshme për publikun: Muzeun Arkeologjik, Shtëpinë Muze, Amfiteatrin e Durrësit dhe Torrën Veneciane. Këto monumente përfaqësojnë periudha të ndryshme të historisë së qytetit dhe janë ndër atraksionet më të frekuentuara nga turistët. Megjithatë, potenciali arkeologjik i Durrësit mbetet shumë më i madh se oferta aktuale turistike. Një numër i konsiderueshëm monumentesh dhe sitesh arkeologjike nuk janë ende të aksesueshme për publikun, duke kufizuar mundësitë e vizitorëve për të njohur plotësisht historikun e lashtë të qytetit. Ndër më të rëndësishmit është dhe Bazilika e Arapajt, një monument unik i periudhës paleokristiane, si dhe një sërësi të tjera arkeologjike që për shkak të mungesës së infrastrukturës, investimeve apo kushteve të konservimit mbeten jashtë itinerareve turistike. Rritja e aksesueshmërisë së këtyre monumenteve dhe integrimi i tyre në ofertën turistike do të krijonte mundësi për zgjerimin e itinerareve kulturore, rritjen e numrit të vizitorëve dhe forcimin e mëtejshëm të rolit të Durrësit si kryeqendra e trashëgimisë arkeologjike shqiptare.